shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tunin. Faleminderit publikut që gjithmonë i kem prezant, gëzuar urime për shumë mëtë 28 nëntorit, festën tonë kombëtare, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, si dhe shpalljen e pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Gëzuar gjithëve ju që po na ndiqni në këto momente, dorëtëgitje për shipët tona. Faleminderit edhe sponsorëve tonë atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni, është Ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Është prodhim vendor, faleminderit shumë pronarit Suleman Gashi, që është nga Gremniki i Klinës. Është faqja më e mirë e urave online që bën shitjen e tyre Bigoti. Përndryshe në Instagram mundi me gjetë Bigoti Watch Official me urat e saj të mrekullueshme, me brende italiane, me cilësi dhe kualitet të lartë, si dhe me çmime shumë të mira. Mu më ka sjellë sonte një me dhon dhurat. Kamera po besoj po fokuson. Faleminderit shumë. Gjithë ju që doni me pas në një orë të bukur për vetë ose më ia dhon dikujt dhurat, shkoni vizitoni faqen Bigoti Watch Official në Instagram. Dorëtëgitje edhe për këto se janë vendure. Shikues të dashur, sonte do të flasim për një temë shumë interesante. Për shkak të festës së 28 nëntorit, ne gjithmonë munduam me bënë një emision pak më special, edhe sonte jemi munduar me bënë një tillë. Sonte kemi një musafir vërtet special, ai ka qenë shumë herë në studiot e emisionit tim, por sonte vjen shumë më ndryshe, për arsye se para disa dite ai u kthye nga shteti i Bruneit, ku ishte atje për disa lëbime dhe disa njëje të reja të Republikës së Kosovës, shtetit tonë. Ai vjen sonte në mënyrë të veçantë edhe për 28 nëntor, me neve sonte është logo joni miljor, Fem Dragusha e presmi me dorëtëgitje të mëdha. Po shumë shpërblet. Kush më mbroma mi se edhe, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit. Gëzuar 28 nëntor, po vjen mirë me veshje kombëtare, shumë faleminderit. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Thash edhe në prezantim, unë faleminderit shumë ti ke ardhur nga Brunei ekskluzivisht në emisionin tim. Po. Faleminderit shumë. Mendet që tash ende s'kemi pushuar sa duhet për këtij udhëtimi të gjatë, po shumë produktiv. E normal që kemi qellu tash në kohën e një feste shumë të madhe, kombëtare që është festa 28 nëntor dhe padyshim që këtë festë e komplet me gjithë zemrën. Koksheve shumë bukur unë të përgëzoj. Po kjo është siç ka thonë. Edhe me veshje kombëtare, kokshë sonte special diçka. Po tash xhalloxhet e kanë qenë kombëtar, po ja që disa po na mundohen me na. Kush më që ka nga Brunei, a dinaj fjalë bruneisht? Po natyrisht atje kum studiuar, kum studiuar gjuhën e përveç gjuhës arabe dhe gjuhës angleze, kum studiuar gjuhën malaje. Çka për shembull malaje? Gjuha malaje është gjuha e cila flitet në Brunei, në Azinë Juglindore, në Malajzi, që ka një popullat për 33 milion. Se s'ka lidhje se kemi mos afër më herë, po 33 milion banor ka Malajzia, gjithashtu në Singapur, që janë 6.5 milion, pastaj Indonezia që ka afër 300 milion banor, flitet gjuha malaje, në një pjesë të Fatanit që është pjesë e Tajlandës dhe gjithashtu të Brunei. E çish na ora për shembull 28 nëntorit sonte në çat gjuhë malaje? Po zakonisht ka tash, po tahnia i bën të urime ose apakabar, si jeni, sa e ka barbaik, unë jam mirë. Për shembull gëzu urimin 28 nëntorit? Po do të thonë tahnia, tahnia. Urime. Urime, po. Faleminderit shumë. Urime edhe ty tahnia edhe ty që faleminderit. Unë na çoj gjithë shqiptar, ku do të janë. Unë e posh, domethënë në Facebookin tan, po besoj që veç regjia tash ti ka fotot. Në Facebookin tanë e poshtë që kur ke qenë ti në Brunei, nuk e qenë veç për vete, po e taku me shumë figura eminente dhe të njohura atje. Po. Faktikisht arsyeja e vizitës sime në Brunei ka qenë domethënë një ftesë nga ish ambasadori i Bruneit që ka qenë në Gjenevë dhe është bërë ky është rektori i universitetit më të madh islam këtu po, doktor Nur Alfan. Edhe ata tjerë profesor, studentët dhe studente, ku kemi bërë domethënë promovimin e librit. Që mund ta shohësh, domethënë ky libër është botuar në gjuhën shqipe, kontributi i Bruneit për pavarësinë, për pavarësinë, për ndërtimin e shkollave përgjithësi, dhe është kontribut që është bërë domethënë që 20 vite më shumë, edhe ne kemi pas dëshirë që ta prezantojmë atje në gjuhën angleze librin, edhe ka marrë përsipër edhe universiteti që ta botoi librin në gjuhën angleze. Në Kosovë kemi promovuar në gjuhën shqipe, që me qenë minjës, sepse profeti ka thonë, ai që nuk është minjës dhe njerëzve, nuk është minjës as ndaj krijuesit. Dhe me pastaj, domethënë, kemi pas disa takime edhe me ish ambasador që kanë në shërbyer në Evropë, cilët janë kolegë me shtetas të Indonezisë, ku kemi kërkuar drejt për së drejti që ka ardhur momenti që edhe Indonezia dhe Filipinët me njoftë Republikën e Kosovës, sepse ne kemi nevojë që shtetin tonë ta njohin sa më shumë shtete. Bravo, sigurisht, kemë në Republikën. Faleminderit, edhe këtu kemi disa minjoje edhe nga ambasadorët. Po, do dal me aty, po para se me dal aty.
Hoxh kështu, atë ka me diskutu edhe me këta se unë po që i taku edhe me këshilltar të mbretit Bruneit. A i njuhin dhe me thonë vendin apo shtetin tonë të Kosovës apo historinë tonë, a e din që ka postu gjenocid nga forcat paramilitare serbe? Çfarë mendimi kanë për Adem Jasharin për shembull, komandantin legjendar? Ata që më zakonisht shumë kontributin e shqiptarëve, do thotë, edhe pse ne kemi brenda Evropës shtete që nuk e njohin si luftë, po e njohin si konflikt. Edhe unë gjithë më thonë, mu nuk më intereson se çujnë të tjerët, për neve ka qenë luftë. Ata kanë bërë gjenocid, edhe keqe, domethënë, por populli i Bruneit janë popull që kanë, domethënë, një përvojë 600 vjeçare. Është një mbretëri, kanë qenë ish ambasador të tyre, kanë vizituar vendin dhe mu enkas në Drenas, në Skenderaj, në fshatin Likoc, ku ajo shkollë që është rënë në fshatin Likoc dhe ka qenë shtab JÇK-s, mbreti ka thonë aty duhet ndërtohet shkolla e re. Dhe me datën 2 shtator 2002 është bërë domethënë hapja solemne e kësaj shkolle. Mbreti Bruneit, po. Me pastaj me datën 13 dhjetor do të vjen dhe rektori me vizitu Kosovën dhe qëllimi unë është jo normalisht, mos e bën modest. E kemi ftuar që të vjen dhe ta sheh Kosovën sepse Kosova është vend i bukur. Me gjithë këtë kolorit që ka edhe të fejve, edhe të politikës së krejt, ata kanë një respekt të madh dhe mund ta shohim se çfarë pritjet madhështore i kanë bërë edhe Vjosa Osmanit në muajin maj. Bravo. Dhe një arritje e madhe besoj. Hoxh, thash edhe më herët, po a janë dini për shembull gjatë takimeve kështu si keneti me ta normalisht në tele, në kafe kështu në dreka, se poshtë kanë thirrë shumë drek. Po. Çfarë mendimi kanë për shembull për ushtrinë shërbimtare të Kosovës? Them sinqerisht unë kam pas disa takime me këshilltarin e parë të mbretit Bruneit, që quhet Pejn Aziz, është 85 vjeçar, ai ka këtë pozitë deri vdes. Domethënë e këshillon mbretin, e këshillon sultanin dhe gjithçka që kemi dokumentuar me libra, me fotografi, që me po ata se çfarë terrori ka bërë Serbia. Mirë, për momentin kur Singapuri e ka pranuar shtetin e Kosovës, t'ju them hapur këtu një lider, një kriminal i Serbisë, Drašković, që ka shku domethënë për Australi, është ndalë qëllimisht në Brunei me falendëru që nuk po e pranon Brunei Kosovën. Po sultani ja ka kthy ndryshe. Ka thonë është çështje kohës. Edhe ka bërë një agent jashtëzakonisht mirë, edhe këtu muhabeti ja kam treguar edhe Pejn Azize, që është këshilltari i parë i mbretit, dhe ata kanë një respekt jashtëzakonisht të madh, që një numër i ushtarëve, lidhëdashës të këtij vendi, e kanë marrë pushkën dhe kanë dalë, i kanë thonë, a di çfarë armate ka qenë armata e Jugosllavisë, edhe kanë kthy tytën kata, e kanë flyu vendin, edhe jetën e gjithçka, vetëm në që na sot këtu me fol shqip, me diskutu edhe me gëzu lirin. Prandaj gjitha kemi bërë. Faleminderit, po. Hoxh, po a mendon që politika kosovare kështu pa dosh me politizu sonte se është 28 nëntori, domethënë ka dështuar në njëjtë e shtetit tonë të Kosovës, sepse dikon që 4 vite nuk kemi na njëjë kështu po më të javën me. Nështë kem po e kem një ose dy. Sinqerisht është për me të keq, sepse unë gjithër kum thonë hoxhallarët edhe në kalume, jo vetëm hoxhallarët, hoxhallar, priftrin, qofshin katolik, qofshin ortodoks e imam, kanë qenë një për, mi thonë, Serbisë e ashtëherë Jugoslavisë e gjithve, që na jemi një popull, një këmbë. Sot paguhen këta qeveritarë tonë, që i kemi zgjedhur na. Paguhen dhe nuk janë në gjendje as kohën e tyre me dëshmu që po punojnë për këtë vend. Është marrë, kemi edhe 2 shtete në Azinë Juglindore, sidomos Indonezia, që herën e parë në vitin 2018, kom arrit që përmes ambasadorit të Bruneit në Gjenevë, mi adhuru librin për masakrat e Serbisë, mi adhuru ambasadorit në Zyre në Gjenevë, edhe ka thonë është e kot, nësë muna mi prish raportet me Serbinë ku ta diun, njëjtën gjë kam bërë edhe tani sa kam qenë në Brunei. Prandaj është ka punuar këtë drejtim, do të prapë bëj thirrje, le të lëjnë këto zënkat e brendshme fërkimit, se kur dilet jashtë kufijin, sidomos kur fillon aeroplani me ateru nga aeroporti Slatinës, aty do të me qenë bashkë. Gjitha partitë, gjitha ngjyrat, sepse duhet gjitha fetë, imam e pritet gjithë me dalë dhe me ngritë zërin se kemi nevojë se për këtë vend është derë shumë gjatë. Jo vetëm gjatë luftës 98-99. Prej 1845-s, Serbia gjithherë ka punu, ka investu në libra, në pedagog, në akademik, qysh më shfarus këtë popull. Zoti ka dosht, pastaj Amerika dhe shtetet e tjera të Evropës e kanë shëru këtë popull, po mos e lëviz, ka me UÇK-s. Askush nuk duhet kisha këtu me na. Duhet me çmu edhe këtë gjak që është derë, sua kemi borç. E unë nga një ndje që edhe gjaku i tyre që është derë, një farforme na mallkon, që me gjithë të mira që i ka qu Zoti, nuk jemi duke qu vendin tonë përpara,
kemi nevojë sepse kanë shku disa vite, 5-6 vite bënën që nuk kemi njohjet e tjera. Unë nuk ka fajt për këto, çka ta marrë manja? Pa dyshim që fajin e kemi ne, si popull, si qeveri. Ministra, na? Po edhe ministra që punojnë aty, domethënë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ata duhet tërë ditën, prej mëngjesit e deri përfundon orari punës, ata duhet me punu qysh me shfrytzu çdo kort diplomatik, studentët e huaj, takimet, vizitat, e jo me net aty me pi kafe, edhe me thonë kum hin punë, edhe u kënaqa se sa s'po punoj. Kemi dhënë përgjegjësi te Zoti, te familja, sepse është një moment i duhur që me punu, sidomos Indonezia që tha që ka ofër 300 milion banor, është shteti më i madh në botë për nga numri i muslimanëve, edhe nëse arrim që Indonezia me njoft të Republikën e Kosovës, unë mendoj që Serbia... Unë di që ti ke lëbu shumë, edhe pikërisht ke shku, paka shumë, nashta 80% vizitës tonë është për çet puna, po? Vërtet ka qenë, mas pari mi falenderu popullin e Brunejt, dhe jenë organizu 3 universitetet kanë organizu ligjerat, që mi tregu për Kosovën, për sfida tona që na presin, edhe pastaj normal që me kolegët që kanë qenë ambasador, që janë domethënë të Indonezisë, me theks veçan kanë ndihmu shumë Pejin Aziz që është këshilltari i parë i mbretët, pastaj ka qenë ministër i arsimit, edhe është ende gjallë dhe më ka premtuar që në këtë drejtim do të punojë jashtëzakonisht shumë. Gjithashtu më ka kërkuar që të shkoj përsëri 3-6 muaj ditë të ligjeroj dhe gjatë asaj kohe me fol aq më shumë për Kosovën, për popullin e Kosovës, për shkak se nuk është rastësi që në këtë vend, jo që vetëm 20 vitet e fundit, po që prej betejës së parë kur është mbajtur, ky vend Zoti ka qenë vetëm bereqet, vetëm të mira. Në asnjë s'kemi qenë kundër as yahudive, as krishterëve, as njerëzve të tjerë që mohojnë komplet Zotin. Vetëm mos e bëu çrregullimin në këtë vend, ta ndërtojmë gjithë së bashku. Bravo. Falënderoj shumë. Besoj që duhet ja dalim, kështu duhet punojnë edhe kleri katolik, sepse çush është Indonezia atje për botën islame, një ashtu është edhe Vatikani për botën katolike, e unë ju bëj thirrje gjithë kolegëve të mi që janë vëllezër të mi shqiptar, katolik, të punojnë dhe ta dëshmojnë me vepër. Unë të garantoj që me shpenzimet e mia të biletës kam shku, ata më kanë prit mirë në apartamente, në hotele, me dorka. Nuk diskutohet, po shpenzimet kanë qenë tua. Shpenzimet kanë qenë mijat, edhe ka qenë lodhje vetëm që emri Kosovë mu përmend prej datës 3 tetor deri me datën 19 nëntor, është përmend vetëm Kosova, pavarësia dhe lobimi. Dhe këtu mund të shihim edhe gazeta që kanë shkruar. Po sigurisht. A kena një gazetë që ka shkruar? Po besoj që janë gazetave, kjo ka qenë domethënë kur është bërë promovimi, këto është gazeta e Brunejit apo? Jo, kjo është domethënë kur e ka bërë logon se posterin Universiteti Brunejt, ka lënë te tjetra. Po, është një biografi rreth saj, këtu është me rektorin e Brunejt, aty është flamuri i Kosovës që valvon. Tjetër regjia po. Po, kjo është domethënë gazeta Born New Bulletin, e cila botohet në Brunej, edhe në Malezi. Bravo. Që domethënë scholars present Brunei's contribution to Kosovo, domethënë një dietar, një ligjërues nga Kosova prezanton kontributin e Brunejit për Republikën e Kosovës. Gjithashtu ku përmend edhe falënderimin ndaj mbretit, i cili aq shumë që ka nderuar presidentin tonë, ja ka dhënë një titull që prej që është mbret, askush atë titull nuk e ka marrë. Cili? Datin Leila. Është një prej titujve të mëdhenj, sikur ajo është domosdoshmë titull që njerë kanë dhënë kontribut atje, sikur më ia dhënë dikujt titullin Adem Jashari. Bravo. Dios Osmanit. Hoxh, i ke marrë Dominjuj aty. Po, jo në disa po kam qef këtu. Ja, s'ka qef këtu. Këtu s'ka rënë çefi do të thonë prej universitetit. Suksese do të po. Kjo është për universitetin. Ka mira mos e shput. Po, është një minjohje. Për shkak jam minjohje. Kjo është për ligjëratën, domethënë për Kosovën që kumbojt atje të kontributin e Brunejit. Po, që ke marrë ligjëratën për Kosovën. Po, për Kosovën normal. Bravo. Kjo është një, ndërsa kjo tjetra që është edhe më kryesore, domethënë është një libër që e kanë botu ish ambasadorët, tash ata janë penzion, edhe thotë The Journey from Subok, pra Subok është Ministria e Punëve të Jashtme, ku gjithçka çau thon jashtë shtetit, fillojnë ambasador për kësaj ndërtesë që unë këshilloj edhe qeveritarët tonë që Ministria e Punëve të Jashtme ta ketë një vend ku duket si të vinë domethënë vizitorë nga jashtë me po domethënë që ka rol. Ne këtu është ambasadorja e parë grua që ka qenë në Francë, Haxha Mastrajna, e cila është në këtë fotografi, dhe kjo është gruaja e parë e Brunejit që ka qenë ambasadore, ku i keni këtu fotografitë e saj me Jacques Chirac e me të tjerët. Kjo shumë këtu për Kosovën, tregon çfarë rreziku ka qenë vitin 2000, ku kanon me inspektu vendin dhe çfarë ka nevojë. Edhe ka shku dhe ma ka dedikuar ditën që në aeroport, edhe këtu domethënë i ka thonë këtu fjalë Imam Fehim Dragusha, I am pleased to have met you, jam e lumtur që të kam njoft.
I appreciate the work you are doing for the Muslim community. Admiroj domethënë punën që bëni për Komunitetin Musliman në Kosovë and your work to maintain the good relation between Brunei Darussalam and Republic of Kosovo. Dhe gjithashtu edhe kontributin dhe mundin që jap për mi mbajtur këtë relacion dhe këtë lidhje dhe këtë urë në mes të Bruneit dhe Republikës së Kosovës. Bravo. Prandaj nuk ka pak me ardh domethënë këta më na përcjell. Unë kam qenë thjesht në formë private, po ka qenë një pritje marrëveshore që kam dëshirë. Apo ma premtoni diçka. Po. Nëse mund është hera të tjera kur shkesh pak të një gjerat me pos me veshje kombëtare. Atje. Po. Pas një problem. Vile mundi me qit regjien se mundet me qit aty. Po, pa problem. Kemi kërku prej një zyrtare atje që me të bosh Shqiponin në Brunei, edhe besoj që do ta gjej fotografinë me Shqiponje. Nëse kemi rujt aty në WhatsApp ja kemi dërgu, por nuk e paska. Skorëzi, se e mund kështu. Edhe ata kanë qenë kurreshtor me ditë se çfarë simbolizon Shqiponia. A kemi shpjegu çka do të thonë? Ja kemi qu flamurin, ju kemi qu libra, me një fjalë diplomacia nuk mbahet vetëm nga ministrit, po mund bëhet edhe nga studentët, edhe nga hoxhallarët, edhe nga priftrinjet. E kemi thonë so herë. Në të kaluarën, gjithherë kanë qenë klerikët, priftrin, hoxhallar që kanë bërë këtë vend gjallë. Jo me përço. Gjithherë kanë qenë element bashkues. Sepse qenurit katolik nuk do të thonë që je më shumë shqiptar, ose qenurit musliman nuk do të thonë që je më shumë shqiptar. Shqiptar do të thonë bën kur ti e dëshmon ato me vepra dhe me punë. Po sonte me që është festa e 20 nëntorit i thonë më herët kur dolmi prej aeroportit të më konë të bashku. Atë pengon sonte me qenë të bashku më dhe me lëvizjen e Deçanit? Po shiqove, unë po them kjo është një lëvizje që përderisa kanë qëllim veç më bu katolik. Janë të mirë se ardhur. Çdo herë. Ama jo me qitë veten si kur janë të rrezikuar nga muslimanët në Kosovë. Sepse neve s'na ka pru kërkush këtu. Ne jemi dem babadem këtë vend, disa kanë zgjedh me besu domethënë, me praktiku fenë katolike, disa fenë islame, ata janë vëllezër tonë. Dhe na prapë i ftojmë që le të kthehen te burimi, ku është feja domethënë e Muhamedit alayhis salam, sepse na e besojmë Jezu Krishtin si të dërguar të Zotit dhe asnjëherë shqiptarët nuk kanë pas luftë për shkak fesë. Unë vetëm këtë mesazh ja bëj. Nëse bëhesh katolik nuk je bë më shumë shqiptar. Po as musliman nëse bëhesh nuk je bë më shumë. Jo, kemi thonë, sa i përket mesazhit tim drejtuar politikanëve, le të lënë zënkat, le të lobojnë që Kosova të lidhet se domethënë nga shtetet e mëshumta. Ndërsa lëvizja e Deçanit nëse dëshirojnë, askush nuk i pengon. Le ta vazhdojnë aktivitetin e tyre, po jo me i linçu muslimanët, jo me na paraqit neve si arab, që na pas me luftu për me pru arabët këtu. Jo, ti si arab, ti pas ka orë me veshje kombëtare sonte. Po në vise. Videria të gëzë e kam edhe brellën në sonte. S'është problema ai. Unë për veti jam krenar që jam shqiptar se Zoti ka dorë me më kriju mua në këtë vend. Bravo, do të edhe të tjerët. E vërtet, po atë pengon sonte, domethënë vjen ekskluzivisht edhe ai nga Brunei që aty jeton. Je konë me një debat më herët me ta, është Enver Quçaj, është profesor. Ai jeton në Australi, sonte ka shpreh interesim prapë më konë debat me ty. Mirë se vjen. A ftuar. Me neve sonte është Enver Quçaj, John Quçaj, me dorë drogitje. Në nomën e sejë, Normal. Faleminderit shumë që erdhe. Mirë sjushi, faleminderit. Ai e bëre fort si. Hoxhës apo vuaj? Dorë drogitje, bravo. Ama çu nuk e fol hoxhës. Bazamer, faleminderit shumë që erdhe edhe ti kokë me Shqiponin. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Urime festa e flamurit. Mos e ka shpinën se shqiptar është. Shtet. Po tash u duhet me qitë kënej për bollë. Falis. Urime festa e flamurit. Faleminderit shumë. Fal Gjergj Kastriotit, ne festojmë këtë festë i cili vuri themelët e shtetit shqiptar. Po e vërtet që ku e kem. Edhe pas tina çdo periudhë kohore i ka herën të vet. Edhe Ademja Shari mos ta harroj. Duhet na, Ademja Shari është fjala e fundit. Kështu si urimet gjithëve. Faleminderit, edhe hoxhës pjaura apo? Po normal, edhe hoxhës nëse e pranon, nëse se pranon. Ti se pranon që ka me veshje kombëtare. Pa dëshim. Atëherë Edhe tha më herët që domethënë ju nuk jeni më shqiptar nëse bëhesh katolik apo edhe musliman. Asnjëherë. Unë mendoj se në kush do si fol shqip, edhe thotë jam shqiptar, nëse se pranon Gjergj Kastriotin si krye heroin kombëtar, as mund më kon shqiptar. A e pranon hoxha ta vizbi sonte? A e pranon Gjergj Po Kastriotin? normal ky ka qenë hero, po tash i kemi heroj të tjerë, Ademja Sharin. Këto një tër bota na duhet lobojmë edhe një thash që ta njohin Kosovën dhe Kosova sot njihet përmes Ademja Sharit. 1998-99 duhet lobojmë për këtë vend
që me njoftë. Kështë të ka huqë. Po ti një herujt ke, po ti një herujt. Ta thënë feja muslimane, feja paqës. Pa dyshim ashtu. Zoti ka thonë Kur'an. Nuk ka dhunë e fejë. Më falësh pak. Zoti ka thonë kështu. Më falësh pak. Botërisht, shkencëtarisht, fetarisht dihet se Zoti nuk ka asnjë fe. As është musliman, as është katolik, as është budist, as është ortodoks. O çështu? Çashtu. Qysh pas ka lidhje Zoti me fe? Zoti ka zbrit këtë libër të shenjtë, i cili përmbledh të gjitha librat e tjerë që kanë zbritur më herët, edhe Jezu Krishti që ju besoni si Zot, ne besojmë si profet, edhe Allahu ka thonë Kur'an, nuk i dallon asnjërin prej tjetrit, ne prapë ju ftojmë që të ktheheni përsëri në fen, cilën keni qenë më herët, ta praktikoni dhe kështu që Cilën fe më herët? në fenë e paqes, në fenë e shtrimit, është feja e Islamit, feja të cilën i përkasin 1.8 miliard muslimanë. Po, hoxh edhe i diplomuar. Cila fe është më e vjetër, e krishtiane apo muslimane? Po tash faktikisht na thënë të çështja e vjetërsisë, dërguesi këtyre librave është një, është krijuesi Allahu, që ju i thunë hyji, ne i themi në gjuhën shqipe Zoti, arabisht Allahu, prapse na duhet me orë ajo që është inklusive, ajo është feja islame. Feja e paqes, feja e dorëzimit. Ky çdo pembron. Jemi së ardhur. Ako në ajet kuranor i cili nxit edhe shtyn, domethënë me dash këmbin edhe vendin. Po pa dyshim, jo ajet kuranor, po vetëm me studiu, me lexu historikun e pejgamberit alayhis salam, që është Muhamedi, që është rritësi e tim. Është rritësi e tim. Ato kur e ka përzën nga Mekka, njerëzit, politeistët, ai është kthy edhe i ka thonë du shumë. Po nga dhunat dhe nga presioni që ma boj, po detyrohem me lëshu vendin. Prandaj unë e basë zgjon ose veri kum thonë edhe atëherë. Ky ka shku në Australi atje, në Brisbane ku. Tash besoj që një kthy. Qas për mëshëja? Po, ai një kthy komplet kështu sepse shqiptarët, na kemi shumë a shumë shqiptarë në diasporë, se sa në Kosovë. Unë edhe në për raste kur po kemi ngushëllime këtu, ju bëj thirrje që nëse para lufte ka qenë që pleqat e kanë përdorur send bukur. Çdo anë të familjen nga një anëtor duhet me qit jashtë. Është mundu Slobodani me zhbokit popull. Zoti ka dashur që në gzel, në diaspora ata mu fuqizu, me bledh holla, me bledh garderob për uçkën. Domethënë armatim edhe fitoi ky vend. Prandaj ka ardhur tash momenti me ardhe me ndërtu vendin, jo me u plak atje. Bacaxhan. Bacaxhan, pse s'ka ardhur sonte edhe ti se po më thirr vetë Xhan. Xhan, fal, po fal. Okej. Xhan, a pjam fjalë. Shumë më i vurda. Xhani Voker, po. Ma hapni fjalën. Po. Kë tha Janik pe në servisit Janik pe dhunës Janik apo? Po. Pe masakrave Janik. Po. Po ti po thu duhet më kthy te feja të feja paqes. Pe kujna 50 milion musliman ekën në Evropë ka zëmtimue. Pe kujna e kanë fen, e kanë xhamin, e kanë shariatin, e kanë policinë fetare, i kanë absolutisht gjitha kushtet. 50 milion janë në Evropë, pe 50 milionve 40 milion nuk punojnë hiç. Do me thonë, ka ato tordha, ku pi marrin ata, po rrinë kokër shpine, i bojnë ka 12 fëmijë, i shfrytëzojnë taksat e këtyre punonjësve kryqëllije për këta kaurra, edhe thënë jena pa fosis, feje paqes. Tashti. Fal, mos më ndërprej. Tashti, çfarë po bujnë? Po thënë s'kena banal, derisi çdo shtëpi ka me hip feja islame. Me dhunë po thënë. Me dhunë haptas po dolin. Edhe po thënë mishin e derët pe hekin pe frigoriferave, rakin s'kene me pi, këto ka me dominu po thënë feja islame. Kur i kanë lutën, a dënë me alëshu një video? S'ka nevojë. Ti më sfal. Jo më flasën e flasë. Ku mortu me folje, më nguve shtyp. Lutna, me fakte. Unë vetë. Ani vetë dalshan ush po. Unë nuk folje me rana. Ata që në diasporë, ata janë muslimanët që udhëheqin komuna. Unë nuk folje me rana. Ata janë populli, kryetari i komunës atje. Pse çka po do me kallzu? Hajde, po. Po do me kallzu si këta. Kush janë këta? Këta musliman. Ti çfarë po mbetash? Këta janë feja paqes. Kërën shkue edhe hidi... Australia ku kjo ka shtetësin atje ka njofë Palestinën. Kush e bombarde Palestinën? Kush Irakun? Kush Sirin? Po mësë me më dërhy. Jo, unë ku martu me fol. Jo, më dërhy. Po ti kry falë sa dush. Jo, po ti së ne kry kur shto.
Hajde po. Tregoni sen. Herën e parë të toleru, nuk toleresh tashti. Me gish mos ço. Ta që gishtin nëse ka nevojë edhe shuplokën. Nuk guxem me ndërprej, u kry. Loç tashti. Që ti mos u nuk kërcon. Po edhe ki kujdes me fjalën. Po nuk me të kërcnu hiç. Po. Ti mos ndërhy, edhe kry puna. Nuk du me ndërhy. Minutazhin. Ja, mos ndërhy. Ja, mo këtë. Nuk më ndërhy. Fjalë tosh, Son fest, mo rrugë son. Kret bota ka përkro Palestinën. Po. E çka kime? Çe unë po tham, ç'po ndryj. Çka kime me po? Hajde shoh. Po ka dhënë vidën kur Leo që ta ka dhënë. Policia greke I kthen këta për publik. Këta kamera. Kamera? Po çka është kjo? Tregona çka është kjo? U kry. Çka është kjo pasaj merr? Ai po. Po. Hiena, si s'ka hongër 2 muaj ditë ushqim. Me një këto brima, këto lërima, ja falë se hanë. Se do me thonë të shtinë gjëna. Këta, kër në shku të venet Kristine, ju kanë thonë nëse jeni krishterë të mirë, menane, e lutëm, që shtu të u bërti s'kur sta. I kanë morë, mas 20 vjetë, që a i fmi si ka o lëru që ashtu, që ka ikë për venet vetë, ati si ka një ikë Miloševiqi, as Kërqalia, për venet vetë ka ikën, janë bu 50 milion janë bu në Evropë, qëta është i ma në Evropa si plumat që shtu, qëta është i për 63% për të në kanë kalu në për procesit gjyqësure. Tu njësë. E që ka të bëjkje me 28 në turës, që atë dërën falë? Se së në nga këta këtë prolla ka këtë zërë. Vetë jine lugave. Sko që mi lugat, të ka të për 28 në turën, për shqiptare, për kombin. Lejti vendet Evropës, ata ka ligjën matë mirë se ne. Që që është ty të ronë men për 28 në ndurën? Jo, mu më karon me ti men. Në më karon men. Kur të karon atë këmë thonë, ku e kom të gjatë lutës, po. Dhe është ty foli për Arabi, për po me lëbu, ti na ka dhënë lëvizja deçonit, a ka lëbu me një Vatikani Kosovën. Kaq, kjo është pyetja dhe mesazhi. A ka lëbu lëvizja deçonit me priftin të tyre me një Republikën e Kosovës? Ku ka ma mirë se me një më po katolik. Qysh po dën? Evropat një katolik. Qysh një katolik? Si katolik një. Turqia ka nevojë Evropa për katolik. A do me të prifta që ka shërby venin, që tha kjo gjëllor po. 63% janë në për proceset gjyqësore, që ata, 50 milionë, 63% për dhënim, për vjedhje, dhënim seksual, qka tjetër, veç falë, që ka të keqe. Tën janë hinë për procese gjyqësore. Pa, për pëlqen sonë të që ka orë këmë veshje komtore huë që sanë? Po kjo orë që kërë... A të pëlqen ty flamuri? Lebre të atë fore. Jo, lesko këtë fore. Kjo së kërë me vesh kingjen, u I këtë me avesh një lëkur të kingjit. Që ashtë o kjo? Se, ja, se kjo edhe shpikon muzik me shakë. Pyetje, me që ti po të dërgua shumë katolik. Jo katolik, ti ke jetu në Australi. Shqiptar. Sa I integru ti në Australi? Kush? Sa integru ti? Can we speak English now if you can prove yourself? Of course. How much you? Yeah, talk to me please. Let the audience listen to us. Për çka po të më fol? Dëshmoje veten që ata muslimon që ti pikesh atje në Evropë, edhe ti kur ke shku në Australi, emrin e ke pos Enver. Enver do me thonë dritë, a ka emrin ma të bukur. Bravo, ja, Enver, dritë pa. Dritë, ja. Po se dhe se, çka do me thonë? Zotit ta ka morë dritën, e ke në nëshmu veten e këto. Si do që tjetë? Është e jutja, bënë qëfar të shpeje zgjede. Mos u mundoni me na qitë neve të rëzik shumë. Kë farë që u verë si këndë është dreq, kë mas pore janë nisi me këthonë për vitit 1850 e diçka. 45. Shqiptarët janë ka luftuar për vitit 1389. Kër I kena pas universitetet e para, kur Gjermania s'ka pas universitet. Ku ka pas 39 në universitet? Qaj të folë? Vlora, që s'ka pas edhe dusin. 1389? Po. A din qaj të folë ti? Po, në po folë 1389? 1389. Po son të kallëzoj sëri ma mirë se ti. Nuk shqiptarët bashku me sllavet kanë luftu kundër Perëndërisë Osmane. Mira kanë po. Po mirë dhe, po mos s'ka pas universitet atë. Po atëherë kon Kërçali kretë kon. Adim ka zoti mua, ai është shqiptar. Unë jam shqiptar, në nacionalitet, jam musliman me fe, jam evropian me këtë. Në vitin 1444 çaj para orësjut, si u kon shqiptar, çfarë fe ka pas? Cili? Qaj, para orësjut, qka u konaj? Ka pos katolik, ka pos pagan. Po që kësë Skënderbeu, ti musën pengoti, musën po flasë para audienca, që kësë Skënderbeu, Sadre, leta dhe audienca, këtë do më thonë ka bu namaz ma shumë se në veri.
Se kjo kur ka studiu atje, në Perandorinë Osmane, në Stambol. Sebre ka bënë një zota në gjami. Po, moj gjami. Po, leja të po. Ka mojtë, s'po thëmë si s'ka mojtë. Edhe u falën, edhe kanë bërë synet. Qa me të tjetër sen? Shka do me thonë kjo? Do me thonë, me dhunë kjo as pas ka mujtë me ikë ma herëta? A din që këna mësot të prollat e kanë morë me dhunë? Po, pëse morën bashkë Skënderbeun? Po, e ka që bobaj vetë atje, me studiu. Se u konë do me thonë vend edhe burimi dijes dhe shkencës. Këta tash dalin na thoj neve, Skënderbeun e kanë marrë me dhunë. E pse u rikthy tana Skënderbeun? Ç'të spajtoi hoxh? Pse u rikthy tana në vend të vetë? Na dim problemet që kanë ndodhur pastaj në kumortu me shpjegu për histori. Unë po tregoj që ky Skënderbeun që ka shkuar atje në Stambol, që na dim shumë mirë edhe kërkesën e ministrisë punëve të jashtme të Turqisë kur tha që mi permisu disa tekste, se na kemi edhe kriminal shqiptar që flasin gjuhën shqipe dhe masakra që kanë ndodhur nga dora serbe, edhe nga dora paramilitarëve, që më tha një kolegë, tha, çukullada me gjuhë, tha, 1 vjet e gjys, të vron kryce jo me gjuhë me të pushke, me dëgju, nuk ka qenë lehtë. E kush janë këta shqiptar? Këta janë shqiptar që për pak parë shiten dhe masakra që i ka bëu Miloševići dhe ushtria e tij paramilitare mundohen mi qitë që ku kanë qenë incidente. Po veç nisan, a guxon. Nuk janë incidente. Aty janë masakra. Edhe unë du me mbrojt vetëm popullin tim. Mu nuk më intereson as për Turqi. Mu nuk më intereson as për gjojë për ato. Mu më intereson për qëtë popullin të Dëmon ty këti si, pasaj verë, dushmengu. Këti s'pi interesoj ka as për Turqi. Jo, më shumë të as pak për Turqi, mu më intereson për vendin tem. Vetëm pak. Unë më intereson për vendin tem, që me lujt modelin që kanë lujt hoxhallarët të Priftrin. Ako mësi se kjo ka gjithë Priftrin që kanë kontribu për vendin të unë. Ako dikon bët, që dikush të merë t'ju 4 fëmijë, e t'i qenë me luftue, që kënë me marrë shtash me qenë në Ukrainë me luftue. A t'i jep dikush fëmijë, 4 fëmijë. A t'i jep. A mi jep këtë mu fëmijë të vesh me qenë në Ukrainë me luftue. A mi jep. E po mërë që me zërë kanë mora? Jo me qef, ja ka dhonë. A do me e lëtë Skënderbeun, do me të Priftrin që kanë kontribu për vendin të unë. I ke gjithë Priftat, se kjo i ka përmen. Ti thoi ma herët, kjo i ka përmen o gjëllar, ti api përmen Priftrin që kanë kontribu për vendin të unë. Dhe të me gjonë sa Priftrin mytë luft. Jo sa kanë luftu, sa në mytë. Cëllën luft? Luftën e fundit. Ja, kjo do me thonë kontributën e tyre është e kalëzu prej do me thonë a gjeshfishe se... Qëre, Don Gabrieli ka qenë ushtore QK-s dhe shumë Priftrin tjerë kanë qenë logjistik e QK-s. Palpaluca, heroj, duhet deta, luftore QK-s, shtëpia ti ka qenë qendër të plagosur e ka furnizuar me ushqim QK-n. Anton Çuni, deputet i Sudit si është. Ka qenë ushqikar, Ardian Krasniqi, ka qenë luftore dhe heroj. Masakra e Mejës, ku 90% kanë qenë katolik. Zoja Prendi, që ka humbë 5 djemtë në masakrën e Mejës. Nëna Pashk e kolli vetën, ndaj mërzis që i vron djelët. Ka fliu vetë vetën. Tëm Rëg Gjokaj, hero. Pjetër Shala, po gjykohet në Hag. E shumë tjerë që nuk i kam emrat, e nuk i fryn emrat, vetëm që të kush ka kalu para kishës. Këta veç me kalu, ka me dreza, thë nuk e në hugjë. Edhe në zanës i shkollës mesme, që hisë ka 1.000 zonësa... Mëse pithu këti i bre se ka, dhe me thonë pasaj vera, pa i tu është me mund që i malë pa u kës'ka. Dhe me thonë, si të fija katolike, edhe të muslimone, ka, normalisht që ka njerës të këshi. Po hu e gjasonte nuk është njoni prej tyre. E maje historinë. A është model i hoxhallarëve? A du të hoxhallarë që shtu me orë me veshje kombëtare me kapuçat bordhe? Jo. Pse? Se këta se pranë Skënderbeun. A pe çka tha? U kohën thash tash pe Adem Jasharut. Po se ta ka zëra që Adem Jasharut s'do me njoftë si heroj. Pse? Dojnë komplet kontributin me alon. Prekazin duhet me bë mek. Jo me shku atje në Qabe. Kena nevojna me bë mek, ju vetëm njëhni Adem Jasharin, mos që pengo faktit që ka fol namaz e ka pos bobe duq. Ka pi raki dhe ta shef vetën ka zhu kort Krishti, ka që raki. Mos rani. Për babën e s'pë thëmë kështë. E a ta shëmi, Levizja Deçanit a ka bu na i diçka... Levizja e Deçanit leta dëshmon kë a ka bu ndë një lobim. Jo me lobu brenda Kosovës me i qitë muslimon si të rëzikshëm. Na kemi nevoj me lu qitë model. Vesh pak tash flas. Ka dorë tash flas. Hajde fal. Ka dorë se te provë ti. Që njerë, mos më qitash mi tregu tash damart e dragoshve këto. Qa me qitë? Qa me këtë tregu? Mi tregu damart. A kupton?
Qa kuptimi për thu? Në kuptoj se ti po kërcënon shumë. Unë të respektoj se je mos anë ke buzë. Po vetëm pak. Je në kërcënën. Ne brat gisht në çast gisht nuk është edukat me çu gisht në mision. Po ti po ti çka ke? Kjo është edukat, është edukat. Po. Lëvizja Deçanit me i pa artikujt në për gazeta. So shkruajnë të huajt se kjo lëvizje është e kërcënuar. O njeri. Kjo është lëvizja për rikthim. Po nëse kret aty janë pjell ma vonë, çu tek zu pastaj. Po, çashtu është klienda jena. Po. Ha? Klienda jena. Ç'është jena çet. Po piç aty të kam pjell, për lëvizja e çon. Ata vesh më pak. Me sa. Ai sa i është. Komedimet janë nol. Pjell në jë. Cila është lobimi i vetëm që ka bëu lëvizja të çon jashtë kufive të Kosovës? Për shkakun tash ta nuk ka keq me shku në Serbi me lobu për me njoh Kosovën. Sepse sipas fesë juv, jeni vëllezër me ta. Apo thuni çashtu? Neve Evropa kush ka thonë çashtu, fat se ta po thojnë. Ja gjuri s'thot kur s'ka thonë. Po na i pom bre njerëzit bre që janë lëvizje Deçanit, kur njëri prej tyre thoshte në emision live direkt. Kush? Cili duhet më përmendë? Që tash jam të luros në investigor, po është videoja. Thoshte për thoçin. Për shkak do të shkon ai në hok, e munojnë pak. E i njëjtë pastaj dilën protestë me mbrojtë çukën. Ata njerëz që kanë luftuar duhet me emër dhe mbiemrin me i regjistru. Këta që kanë folë kundër OÇK-s, për mu këtë janë tradhtarë, edhe të vendit, edhe të kombit, edhe të flamurit. A pajtu është? Kuj puna këtu, mos më do me nalu rolin e... Dhe ishtë ashtë ti herën kalum emnin e thamen, herën për njonën. Shtë ashtë ti spikujtu e temë. Jo, unë ja di me këtë. Po edhe, kush ka thonë për OÇK-n kundër OÇK-s? Po jo, në emision janë ato. Cile është ai për kundër OÇK-s? Vazhdojmë të pyetjat e Sadriste. Cile Abrahamën, unë ja bëj bëllë kryes. Po është kryesori tyre. Kush është ai kryesori tyre? Do të më njoh ta kryesori. Orbria? Ha? Orbria? Po. Çka ka thonë Orbi? Orbi, kur flet për thoçin e për këtë sene, nuk ka bre kjo mirë bre, mu çu me fol kundër OÇK-s bre. Kundër atë. Po jo mo çe ki video në internet e ki. Jo, video në. Për biles po, në internet e ki. Prandaj, ai se fol kundër OÇK-s. Ato do të më vron gujë, më nere. Çu këtë edhe shukë ta. Kush do të qoftë ai? Jo, video është live. S'kem nevojë me të kjo temë, unë po them ajo është leti, po kë më not me ftjell me. Jo, me ftjell unë kërkej pyetja ime është lëvizja Deçanit apo do bën jashtë shtetit për me deklaruar. Çka kanë me bë? Ta vesh me një pyetje. Çka keni me bë për 28 nëntor? Nëse a keni ndaj aktivitet bacën vetë? Kena grand ora 12 kush do të marr, kena një koktel me festuar. Me bira kështu? Me bira me raki. Se edhe ju zëri kisha marr. Kena shur dheve për këta, nëse duhen. Jo, po për mua është nënçme me marr pjesë ato të bime. Pse? Unë po kërkoj për ty diçka më të madhe me bu për vendin. Të parët e tyre që ka thonë vetë katolik, ata kanë lobu, ata janë vrarë. Kush për shembull? Po i ki për shembull po janë përsekutuar e ki Hoxha të Prishtinën. Këta janë këta kanë qenë bashkë Sadri. Këta janë veç zhurmaxhi. Janë zhurmaxhi këtë i kim penzion. Unë po pyes që 3 herë. A ka bu lëvizja Deçanit një skem qysh me njoft Vatikani Kosovën, ky më thot s'ka nevojë na jena. A ka bu ai ftes për me njoft Vatikani Kosovën? Fal pasat gjë. Atë në sheft. Vesh kur ta pinza për. Vesh kur ka në sheft a? Vesh kur kemi na po aty. Vatikan. Ai një Vatikani se lëvizje. Po pyetje more po. Po dai, po pyetje. Kjo është pyetje unë. Ajo është po du me kallzu këtina. Sa është kompetent. Pani mu kallzo. Kallzoj kur dogën. Shkon ta prish punën, kjo po dog. Ky shkon të prish punën. Ku? Vatikan shkon të prish punën. Për vekje? Po sa prish punën dia? Po çi do? Po sa më? Okej, po fal. Po. Apo kallzon ti mua, kush u zon pe lëviz Deçanit, lëviz për rikthim, shqiptaria, kufit e Orbit, kush u zon me neve kundra shtetit ose këto organizata terroriste. Kush u zon? Pe ju e o zënë me plët, o zënë me pirë për doraj Yzdri Selimi, o zënë 2 vllazët Gashin Fush Kosovë, o zënë ata aty dosht me menu Badocin, o liru si me kusht shkaj pe këtu i drejt shkaj e vron atje në Siri, u vron. Dhe me thonë, kret hajnit, kret tradhtit, kret terrorizmin e dalin pej xhamijave. As jes dur për lëviz Deçanit, as dur për lëviz për rikthim, as dur për kufitov. Në rregull. Okej. Hadi kallzoma ne japën ti. Cili dur për ne. Levis në të përgjigjem. Është i korruptuar, cili është i tradhtuar, cili e shit interesat kombëtare. Hadi kallzona cili. Po, hajde po. Fal.
Mas pari antarët e lëvizjes së Deçanit, kur e kanë bërë fillimisht takimin e kopshëm, për shembull atje në Deçan që nuk i kanë liu me mbajt nëpër një sallë. I kopshëm si s'po lëna ju me kollut. Jo më me kollut, ka do tash përgjigjna. Pse të Po, ja, pse. Këta janë domethënë si lëvizje që nuk janë faktor e para. Unë kam kërkuar edhe për pritërimve. Nëse vërtet këta janë praktikues të kësaj feje, këta duhet me pas kujdes dhe përgjegjësi për flamurin që po e bartin. Lëvizja e Deçanit, njerë kanë thonë lëvizja për me e sulmu fenë islami. Tani kanë thonë për neve në armeq, edhe Serbia edhe islamistat. Tani s'dite që me bu, lëvizja për i këthim. Kanë qitë të li falë dhe gëzimi aty. Unë them shumë qartë. Këtu është përgjegjës do të gjergji, që këmë thonë prej fillimit. Se do vjen momenti, jo tash që po pyt, do plasu mas 3 vite, 5 vite, 7-10 vite. Çfarë do ndodh nëse dikush prej tyre del që ka marrë ndonjë fond nga Serbia, ose nga ndonjë çark tjetër, nga ndonjë lëvizje tjetër për me destabilizu gjendjen, sepse forma dhe esenca që paraqesin këta lëvizje të Deçanit, se janë të rrezikuar nga islamistat, nga fundamentalistat, nga terroristat, po e bojnë qatë mesazh që ka pos Artemia sa vite. Nuk janë këta të rrezikuar për muslimanëve. Askush nuk e nol gjonin mi thon ose me kërsnu, ose me sho, ose me fy. Kërkush në rrugë. Vallojnë asë që e njojnë tyve. Si intereso kërkunja. Ai do me fal drejkën, shkon e fal, nuk intereso ku shkon Gjoni. Gjoni nuk ka qenë as musliman praktikues edhe para se me pranu fen katolike. Edhe vetë ka thonë që në mision, unë s'jam katolike veç kum hi çaty për çështje kombëtare. Po. Po çështje kom thonë. Po tham apet. Unë tash ka i them Gjonit, edhe atyre që besojnë Gjonit, se nëse ke kalu dhe e bu Gjon, vallai kur se bu më shqiptar se unë. Asnjëherë. Kur se bu më shqiptar se unë. Për këtë qëllim, ata që duhen të bëjnë katolik, shkojnë e pranojnë fen edhe praktikojnë. Këta ishe për çdo ditë në për mediume, duke duke fol fjalë fyse, linçuese për kon, për xhallarët, në një, për xhamia të ndërtohen në dy. Për raste që kanë ndodhur më herët, po nuk është përgjes as hoxha fehem, as ai tjetri nëse urzon dikush duke bërë spionazh ose andej. Ti në Evropë ki plot katolik, ki njerëz që nxjerr shteti, nuk ti kategorizon si fe. Filan fisteku, u kry puna. Nuk ki nevojë, edhe pak më i përmene 50 milion ka shku atje, po mas por na jena 250.000 shqiptarë që janë në Zvicër, 400.000, 500.000 në Gjermani, po këta janë duke ndërtu shtetin bashkë me qata qytetarë. Çka jeti kundër nëse jetojnë muslimanë në Evropë? Kur vetë zonja Merkel... Unë kundra, ata vetë Evropa po do mi largue, se 40 milion po rrinë si qërrat, pimojnë si qërrat, apo merë veshti, edhe pida vëndonën fëmin 13 vjetë, peshtyn plakën metra me kom, po bjehun e bës ploka. Po që ti përgjigjna këtina? Fëmin 13 vjetë, burit 55 vjetë për dhënën. Sa drejt. Një rast, 2 rast, 3 rast, 5 rast. Po kena po si rast në pëllë në tjera? Falvesh pak. Edhe katolik bre ka plot të tyne që e bënë në rastin e ngëtën, po kërkush nuk e përmenë se katolik. Falvesh pak. Evropa, Amerika, Australia dhe Kanada. Nëse nuk i nolin këta, na kina me ero para këtu. Po kush janë këta? Para juve. Po kush para ju? Unë jam vllojti në kamp. Ti nëse mu fshe armik, ti e të nëzit ju një duke nëzit urrejtje fetare. Ta po thënë, brother muslim, këtë botën, ku konë muslimanjen vllazën. Apo qëtë? Qashtu është? Edhe ju katoliket thoni, na katoliket jena vllazën. Cilin minoriteti ka mbron qëta është? A shkalit, a gorant, a kanë një ka përfatësën të ishtë? Una? Ti. Una ju marrë me folë tu për qështë 28 nëntorë dhe për lëbimin. As nuk ju marrë në cilësin me folë. Ti qëta është si vllazën musliman, si i kina në Kosovë, i kina Ashkalit, Garant, Egyptian, Ram. Bosnjakt. Shqip. Ja, po përse ashtu se edhe kishterë kjena sërbë, ti shta shqapë që Kadal, në Shqip po fuli. Po qka, a ki ti vlloni një sërbë kishterë? Vllazët musliman, po thënë, këtë botën janë një, edhe kam vlla. Po ti a ki vlloni një sërbë? Unë nuk i kam krishtan këtë botës vllazën. Nuk i kam këtë... A i ki italionin vllon? Jo, se kam vllon. Sa drejt, apo veç pak ti përgjinja të pyetja që e boni, njerëzit që janë prek në lufta në lindjen e mesme, ne dim shumë që ka ndodhur për 9/11. Edhe gjatë rrugtimit tim që pota prej Turqisë për në Malezi andej, qelloi aty një gjermane, e tha, çka mendon tha për këta që kanë nol kallabllak Gjermani? Thash, rregulloni shtetin, mos shitni më armatim atje. Mos shitni më armatim ja shkatru Irakun, e Sirin, e Libin, e Egjiptin, e Palestinën, këta njerëz që kthehen atje. Se kur Iraku e ka pas dollarin e fort, e ka naftën, për i ka shkatru tërsisht,
Kush i ka shkatruar ato shtete? Mos i kanë shkatruar muslimanët. Pse kush? Që të shtetet e Evropës i kanë shkatruar. Në vete ata. Ja, se në vete. Prandaj, këta njerëz kanë probleme psiqike. Në Siri kush lufton në Siri? Kush ka luftuar në Siri? Vetëm pak kush ka luftuar në Siri? O Gjon, këto janë probleme që shtetet e mëdha i kanë nisur luftra. Lufta sot shumë mirë ka thon pa pati ju. Thot nga poqa nuk po ka fitim. A nga luftrat po ka fitim, se po shitet armatim. Ne dim shumë mirë, domethënë rastin tash me Palestinën. E shkatroi këtë Gazën. 60.000 fëmijë u mbytën. Nuk i vrojti ata kush për vllaznia musliman. I vrojti domethënë ai Gjakpisi, Miloševići i dytë Netanyahu. Hamasi. Unë tanë kohën e kom ushtru vetën. Mos përte se po ikin xhinja viti. Mos më bëj nervoz. Tanë kohën kom ushtru. E ke ushtruar? Mos më bëj nervoz. Po shkon kurs kështu po? Po ky është provokator i keq. Pse bre bushka po të bën po kjo është shqiptar. Ti pse s'pe vetë ai festan vitineria, të pengon brelle, apo birra për vitri. Po na be burrë veç pak. Ky është provokator. Edhe herën e parë kom posë është provokator. Po s'do i kom thonë mos më ndërhy se nguc tep ato janë përgjigje nuk janë provokative. Kur e japin një detaj shkencor, e nuk është i vërtetë. Ka dalë folim, veç pak më sigurt. Veç pak folim. Ti po thue feja kthënën fejen e të parëve tha. A është ajo nismen për shqiptarta? Po na dim si mos të shkon që ky baba, që ky. Ka vështirë po. Baba i kombit mos të shkon se shqiptaria kur si shpërmend. Sikur shumë shtete si janë zhduk. Që të falë Qitina, 25 Ja u që s'ka pu gjimnest. Evropa dhe bota të gjë me Qitina. Mes nën Terezës në gjë. Shqeqoni, duhet njerëzit të cilët... Adem Jasharek 100 herë kom thonë, prekazin duhet me bo mekë. S'ka nevojë me bo mekë, vesh njëhnjë si hero. Nuk ka nevojë me bo mekë, mos i përzini gjërat. Ti mekën e nënçmon se ti kishe dashur mekën, kishe mbet muslimani denj. Lem tash ta pyetën fond. E para, e dyta, mos u mundoni, që unë këtë lamur e kom vesh me zemër. Po nuk e kapi atë për krenarën se më tregu shumë kombëtar, që me dy përsham historik më të thellë, vallojnë më shumë di histori për Skënderbeun se sot e gjatë. Veç lutem, diskutojmë me argumente. Ti çka ki, çka kon shqitor nuk e diunë, po na po pina çka kena qyty. Jo, se porzit duhet me ekspozuar kush e ka kalon nga medresja. Nëse din ti diçka, që po thu di, u duhet me bë hymjen mas pore për hyjnorin. Hala njeri në tokën, pse ekziston njerëzimi, ras ma hyjnore se ky nuk ka. As Aleksandri i Madh, asaj kë Gjingis Kani, as Napoleon, peshte kry. A din pse? Pse Aleksandri i Madh në okupatorë shku në ndime okupoi ndime. Ky e kanë mbrojt vendin e vet. Vetëm pak, them të tema. Unë jam i lindur në të Adem Jasharek e kanë mbrojt tokën e vet. Po. Mas 100 vjetë, çifti yt del thot mira ka bu Miloševići. Jo, gzim kanë mendje thot për mu mos del për temës. Ballaban posha thot është heroj, ky thot është tradhtor. E qysh tajnë mos fajtura këtë rast. Du me qenë shumë i drejt. Unë du me tregu audiencës. Ka zonë të mu që ky është për ty krye heroi. Padyshim që po, i shqiptarët po, padyshim që po. E tash unë du me tregu diçka tjetër po. Por Fejm Dragusha këtu ta dëshmon që nuk ka vetëm Skënderbeu. Por kur shtamën nuk ka dolme ta kryj. Krejt çdo periudhë ka heroj. Familja Jasharaj, që e kum përmend në edhe këtu është do me thonë fotografitë e tina, e familjes, që e kumë përmend që ka qenë zëvendës ambasadori e Bruneit, ka hy brenda, u taku me Bacenifat Jashari, unë e po du që edhe lëvizja Deçanit, me i pru njerëz të Vatikanit, që i bekojnë këta njerëz të kishës, sepse para se me ndodh gjenocidin e Srebrenicë, janë beku ata preftrin, i kanë beku Mladiqin ata të tjerët, i kanë beku me qëta ujë, që vrani dhe mbytni, që kanë bua ta? Vetëm e zeza ju ka dole aty. Apo kënë të shka sonde për gjurë? E dyta, rastin e kësaj, na jeni aftu për 28 nëntorin. Çka duhet na si lider fetar, si politikan, si zonja Gërvalla, që është atje, që baba i soj, ne dim, ende sot nuk dihet atentatori, e pa dyshim aty ka pos gisht edhe bia serbe që kanë qenë atëherë, se në rrugën ku punu në Zvicër, në xhami, quhet Paradishtras, pak më anal kanë jetu vëllezërit Gërvalla, edhe ai zek aty. Tash,
me mbet 4 vjetë në zyre, Sadri. 4 vjetë në zyre. Edhe mos me pru asë një njohje. Unë s'kisha pas nevojë, s'kisha pas tyrë me dalë me lyp vota, ne. Lëvizja Deçanit, që 3 vite... 2 vite. 2 vite, sa e keni bu. E që 2 vite, gjithë këtë zhurëm që e kanë bu. Qano dëshmone mos kesh gjën. Së është debat shumë i serios. Mos e paraqit një vetën që jeni të rrezikuar. Vetëm të kry. Në 2, ju nuk keni kur të rrezikum, edhe që po javja besën. Me dal dikush mi nguc, ose ju mi kesnu. Unë ka me dalë në vine, po me thonë këta nuk janë të rrezikshëm për neve. Ju jeni vetëm duke i dhonë, që me thonë me qu adin grunë mullit huj, që për na qitë një para sërve, a ju kemi thonë që në Kosovë ka fundamentalista. Ju jeni të bu rolin e tyneve. E nuk bën me boshtë, do të me thonë, na hinëm kish, po na prapi kemi musliman vlazen. E jo me dalë, me dhonë intervista, këtu ka ISIS-a, këtu ka terrorista, këtu ka se najna met, veç 1.6 milion. Ti do të mu qumë atat parte tu atje, në kish, e me thonë, leni ma këtu, si themi këtu mesazhe boshe, t'ja qojmë letrën Vatikanit, letanje. Që atëru në vinë debat me ty. Pas ti, unë e me ty stakona rrëth kësaj teme. Unë e kum shku në Brunei, në Malezi, në Indonezi, për me njoftë Kosovën. Ata lona gjunin? A? Ata lona gjunin, po. Por dhe në zëtë gjën? Për Vatikanin s'na përgjith. Na organizat jo qeveritare. Neve nuk na pranon kërkur se s'kena ku një farë funksione s'kena. Na jena, kjo është... Këta me gjyteri ka dollë me festohu. Na jena produkt... Mësë bënë edhe ti i kesh? Nuk ka qashtu. Na jena produkt i kundër vlera të tëne. A njeti Suleiman Rëgjepovskin, që i ka letrinësin Rëgjepovski, e kështu i thënë ashtë që për Rëgjepi. A nje Suleiman Rëgjepin. Po. Kryetarën e bashkisë... Ish kryetarën. Ish Jugoslavisë. Aj e ka shkru libra, ki po libra. Gruja më tha, këto pare haram për merë, nuk i du. Ja një qëta më këndërshtu e fmit, e i kom marë, i kom shtinë dhëmë, i kom gjirë altini, i kom thonë, edhe në herë ju një këtë vjuvroj. Se qëfar libra ka shkruaj? Ka shkru për vetë vetën qëfar traftore, qëfar sadisti, qëfar monstrumi është. Vete ka shkru, jo në. Ai nuk e ka pranu këtë që ka bo. Është të vërtet që është një diçka ati në internet, po ai thot që unë s'është, e ka bo dikush në Armentina. Ja. Në vetën e parë. Falë, veç parë. Po. Ai ka dorë me alonë që kërë me thonë ty Sadre, kur desu në, bëtëj që tu. Po ka menu ka në kur desu në, ai bëtën e fitë pare, ma mirë për bëtëj sajëm gjallë vetë. Fjallë të tine... S'pas ka besu botën tjetër, vizaj. S'pas ka besu botën tjetër. Se pas pretendimeve, kinë se ka thonë që ashtu, se ma mirë shu ju, se sa me shu dikush tjetër, mundet me shtu diçka, me ek diçka. Po, burimet e sakta që në bashkë një Islamet Maqedonisë, unë s'ja me thirën për me mvojt as për me folë për ta. Kur më ka dek baba me 3 qershor 91. Ajo konën që delegacion e Bashkisë Islamet Jugosllavisë këtu dhe në xhamit madhe e ka falë gjenazën. Një djali hallës nonës tha, lëmi kë, tha, kush për ja falë gjenazën. Tha, kush o kë? Tha, kjo kryetari Bashkisë Islamet Jugosllavisë. Eshtë dek që ja bën atë madhe o kry. Tash ma sa vjetë, qaj, si bëshin bej, si po të këtë, do të me nga respektu dhëtë. Shkoj e mor grunë me mosh stërmesës, jo mesës, për stërmesës. 54 vjetë ma të re e mor grunë. Kush? Qaj e snofi, qaj hoxha. A pa kështu. A e mor. Ajo kon ish kryetarët e po ku di më këtë detaje, ku i di këto detajen po thëmë. Aj, jo, ka shkru gazeta, ka në kopit di. Aj, kthejmë të tema. Aj shkruj ke loge Grujevskit. Po. A dormi të tema se sonte kam një mësafer shumë special. Sonte do të mu bashku nga shqiptarë. 28 nëntor është mu bashku, mu konë unifiku, si jo për qarës. Pa dëshim. A eftojmë në sonte e kom përzjet një mësafer shumë special. është njeri i veçantë, është njeri i luftës. Ka qenë shumë herë në emision tonë, po unë e çmoj shumë edhe e vlerësoj. Sepse... Ka koni o që kësë që e ke kapuqë. E është luftari vërtet. A eftojmë? Me neve sonte është Musa Smoli, snajperisti Kosovës me dorë të ligje. Me mënomo mi se jelle. Me mënomo. Hajde, kujna dush. Mund si jetë, fandesh shumë që jelle. A ban më ullë mes juve. Se ki qore pa ullë. Se mund më të rrugë, ha? Mund së falendesh shumë që jelle. Falendesh edhe shumë. Mikrofoni përsej për banë, po. Po mirë. Mikrofoni për të banë, po. Po, në është të më banë që di. Po. Qka ki dy fjallë sonte? Nuk kam dy fjallë, asëri, po këta gjatë kohës i ndëgjova, më zërën shumë punë këta. Pse?
Pse po thëmë kështu? Mas po e deshta t'ja uroj... Urime dhe t'yri me më falë. T'ja uroj 28 nëndorin gjithë shqiptarë, ku do t'jonë. Faleminderit se jep mundësi ti, se shumë kush minën që e kem përgatit në përpara, po unë e kesh i thirrën për 28 nëndor me festu, se thanë është shtu, edhe thanë është hoxha, unë nuk përsho hoxh, po përsho një shqiptar, si s'muj më vjen mirë për te, si kjo e shto, po unë e përsho edhe një shqiptar, s'përsho dishka tjetër as, nuk përsho katolik, as muslimon, po përsho shqiptar. Une e im rrit në provë dhe nduka gjenë, kur i kum vetë do profesora e patim një nej, thash sa duhet me këj shkollë me ditë kone ki armik. Profesora ishin, po nuk e kanë ditë kone kanë armik, dhe ma oni kanë kërë ka 30 vjetë shkollës kanë ditë kone kanë armik, edhe s'im përcaktu. Se i thash, si profesor e historisë, ku ki drejt i milion zonë sa mësim, kur nuk i luftu vetë në të nonën këne 0-100. Deshta me thonë kështu. Gjeq fishta e kum një unë prej tjereve, jo, se s'kum pas më akme lezu, se si më konë fërti dashurum në të punë, po e mësova vetë. Thot, leta din mirë, thot, mës shikoni kisha gjamia, se feja shqiptarët e shqiptaria. Bravo, të ardhë kite për lutë. Ja, ato e një të dëshmu ju dy, si s'mujta më vrejt të ju, shtash, s'po muj më vrejt momentalisht, kur gjovish dy shqiptarë shumë devotshëm. Zoti ka thonë kështu. Une po përzina pak m'jen kesh për juve, po shumë ju du, shumë ju du, beso. Zoti ka thonë kështu, nuk thot o muslimon të mi, Zoti. As nuk thot o katolik të mi, po thot o njerëz të mi, Zoti, se është fuqi absolute. As nuk është pronë e këtyne, as e këtyne. Po thot o njerëz të mi, nëse ju doni me mpa mu ku jetoj, thot, duni ju njëni tjetën se unë jetoj në zemët e juve. Bravo, bravo, të ardhë për mutë, bravo. Po thot, Zoti, mos u nalë shumë stacionin e kësaj bote, se kjo botë është kalimtare. Unë juve, thot, që të shpajtuat, Gjuni? Unë e thot, juve, ju qova me këj misionin tim. Thot, nuk kini kur gjojë dhe tyra tjera, vish, amadoren, kap madoren. Edhe pa një vash dhe urë sonë të prebu? Nalja, edhe dhe shka, para se me po praj, nuk është ajo problemi të praj. Këta dytë, për mu, jenë vlera kombëtare. Vlera kombëtare. Të dytë jenë të luftu të keshen. Po nuk jenë ato mujtë më muar vesh në kështu. Para se me qenë katolik, edhe para se me qenë musliman, unë jam musliman, më bjenë plumë kryu nuk e në roj finë. Pse? Se e du shumë, se jam musliman i dhe vërshëm jam. Jam shqiptar, po feja shurtje shpirtënore. Feja nuk është diçka që po shton dikon, po shurtje shpirtënore. Une, mos me pa pas shenjat e komunikacionës kisha ditë ma ashtu. Feja spjegon shenjat si më shku, më dhëtu mirë, e mos më bu gabime. Drejt zotit. Feja, si me katolik, si me muslimon këmnet, kur nuk më të i spjegu, më të këto bënë kështu, vish kanë folë fjallë të urta, njerëzore, Zotë që i ka dhonë librat e shenjta. Unë s'po du mu përzija, ty po du më thonë kështu. Na kemë me bëjë, me folë të vërtetën, si fe, me spjegu të vërtetën. Para si më konë katolik edhe muslimon, i lirët kanë besu në djelë. Zotin matë mirën, na jem djepi civilizimit botënur. I lirët kanë besu në djelë. Pra ata dhe sofra rjedhë nga djelë, sofra shqiptare. Kur pa djelë s'ka jetë. Pa djelë s'ka jetë, nuk ka lidhje. O shumë e vërdeve, kjo edhe ti, njëjtë. Para se me konë nga katolik, po na, edhe pejgambert, unë e për të garantoj, edhe pejgambert, që jenë dërgumë të Zotit, ati kofshim fali. I besoj të dytë, të tonë i besojmë. Edhe pejgambert janë shqiptar, i lirë. Nuk ka shansë më ndodhë shka në Balkanën, në Evropë, mas më konë shqiptar. Nuk ka shansë më ndodhë shka. A pajtojë është? Unë e pajtuna. Nuk ka shansë më ndodhë shka. Nuk të e në pasurije jonë jam. A disa, nuk dhe më thonë kjo është ma e të vëtshëm, se kjo, ase unë jam adhëtar. Këmë liftu me poshtë ndorë.
Unë e babën e kum patu falë, migjen, kujshin, s'ka lidhe. Unë e vlam në kom katolikor, ma që në smojli gazetari. është konvertu në fejnë katolike, se është shumë mirë që u konvertu. Me të rrinë. Po, vesh një du me ja thonë... Multifetor, po. Fandet, që mas po e shima dhatë mundësin, se në dy njës gjigonda i kam, besë në zotën, që shë ke puna e këtina dhe këtina. Nale, dora, nga, këto, jonë fetë, jonë së kurdurët në trupë. Bërthoma, se unë isha me babën, tu në gjami, tu lutë. Edhe i thash babë, këtë për di mu lutë, për qëtë duvas, për di që është mu lutë zotit. Që është lutë është i babë, babë më thëtë mu. Tha, këtë i meti jam Muhammed, e këtë tonë, këtë gabim e shë lutjen, baba. Në gjami me të isha, për nuk dike mu lutë baba jem, zdike. Thash, ku babë, na pas ke mon shopë. Pse? Në vend si mi thonë zotit, se zotit kupton. O, zëtë, pa shhatin, të në rumi me, thash babë, s'ki pikën ti. Si babë, vish lutët pa lidhë, për me kom. Babë, si thash ti, du të mi thonë zotit, rumi me. Të një du të më honej, mërë zatë rumi me të dhe djallit, se dhe unë e ko që në kësëm bëj mendë. Nga predja, na kem nevoj për mendë. Po këta dy, momentalisht për mu jenë su është të dy dur. Që kja dur, ka nevoj për që të dur. Shtë dy dur e shërben që të trup. Që kja mendje e shërben durët edhe trupin. Bravo, mos. Në sa është të ndësën. Unë e foli me gjuhën e shpirtit. Shpirti jetën në lukth. Në moment si më mu lukth e shes dorën e mojt. Edhe dorën e djath edhe e moj shpirtin. Se shpirti këtu jetën. Në lukth, nuk jetën kryj. Kërkon, kanë thonë pleshtë, din kjo edhe kjo din, kanë thonë fort për ma dënë zema, shpirti për ma dënë që tonë barki. Se gjdo pozar, gjdo sen që bëhet me bark, e kitë sigurt. A mi pajtanë sonë të atë shpjabën? Nuk e marë me pajtu, nuk e marë me pajtu. Na nuk kemi prish, nuk e marë me pajtu, ki me marë fjallin, ti pa full, heshi e i bukur. Ngo, beso, ti pa full je shumë i bukur. Krenari është, knashësi është, po të përdojmë këtë menqëri tonën, këtë bukuri tonën, se ti e erojim, ti e atë dheve im. Kjo është atë dheve im, unë e di shka është dhe më honë levizet dhe qanit. Unë e di, duhet të kuptojmë njëni dhe tjetin, shka dhe më honë levizet dhe qanit, që dhe më thonë ti. Levizet dhe qanit ka dalë si shkas i do njerëzve se e kesh përdojnë me pare finë. Unë e di, se më konë vetë në gjami, unë e ka ndodhë më rej me njëzë në gjami. Se hoxha bëjke, selam aleikum, djath, kërë këthesha unë të mojtë, a e këthej ke këna e, do me leshë, si ku majmuna, më falë, si majmuna, edhe pishoj selam ati hoxhës, si thot lecka, për flamuin që leckë në kështë a i bjërë qeni, nga, kush do tjetë, baba e më kuft, a i bjërë qeni, flamuin në këtë leckë, por gjakku i jonë, ti para një jove pote, shokun dhe më lufta, si u vra bolën bolë. U vra, ju dek në malë. Ka desh gjak. O, i plagusën. Gjak, nga jo i plagusën, po ka desh gjak njës. Copa ka desh gjak. A e nuk është leck, po është flamuri ynë komtar. Shtylla kërësore e neve shqiptarve. Që kjo është shtylla i jonë. Nuk gëzën e i bjesh qenin koftë dhe një më të hi i baba jem jako emnin. Në koftë nuk gëzën me përmenë me thonë leck, askur gjonë se u desh gjak. Këta e jonë, unë e kuptoj mirë këtë mund kjo. Këta e jonë, si pasoj e që tyne kesh përdërime, jenë aktivizu. Po deshta mi thonë edhe këtina. Unë e kum jetu në Amerikë. Unë e kum jetu në Evropë. Nuk e në kone muslimonizmit. Se feja është këshill. Me njërës, me dash Zotin, se Zoti është fuqia absolute. Midis Amerike, u thirë zoni Muhammed, u thirë zoni, më ka thonë Amerikani, nalju, shko falje, se më ka posë po i nëjë Ramazanin. Midis Gjermanie, shko i falja, nuk jonë kune muslimon vetë mirë. Se 1 milion muslimoni kanë morë ata, në Afganistan i kanë kesh përdur, i kanë përdur vetë Evropa. Neve në dënë Evropa, qështë të qëshiem. Qëshiem, po t'jem dëvëshëm. Ti është muslimoni dëvashëm. I mirë, ju ekstremisht. Muslimoni i bukur, bravo, të knoshëm bashkë. Po jo me do lesh si majmuna nga, me të vërtet në bengujnë. A besoni unë e pa, i rrumë edhe nuk po dalë bashkë më vjejera, edhe te një po dhe më thonë. Por e Livdove e përmene Pjetër Shalën. Pjetër Shalën në kumë pas në luft në Borrell. E ka vrau shtarin.
E ka vra ushtarin e ushë kësë ka qenë luft me neve. E ka vra, ka prish luftën e ka prish. Mos u livda ma me pjata shalit ti. Na pëtë mos u livda ma, lipe pak e shtëri. Une, po du me thonë ty, levizet dhe shanit, se veç emnit dhe shanë. Djepi civilizimit botnur janë dugazhini, djepi nina nona janë. Nuk mund është i me profesu katolik, se ka pas katolik, ka pas priftat devotshëm, ka pas sagjallar devotshëm, ka njerësim burrë me ta rrimë ta, dashëm kish, dashëm xhami, çaj njëri jam, adhetar e du ju. A kjo zonë me pajtuam jam mbledh vetë apo? Ju i mor, ngonja. A dorën e bashkimit. Po ta them të vërtetën, do të thonë drejtën me fol, veç nga unë s'kisha pas shef, veç po do të thonë. Në kofë që ka krenari, në kofë që ka bukuri, ju i një bukuri janë dhe. A pi pajtoj sonte? A kjo orë me javë zgot dorën a morru këndo? Nuk më kiftu për më pajtu, se nashta bo aki se këshim bo këtë vend më pajtu, po të dytë jënë pasuri komptare. A bja shtri një dorën me bazar gjë? Ja, nëse s'ki ku gjë me ta. Dy shok, por zotën dorën, e di se e ki dorënjën. Dy shok, matë mirë dy këshim pa prish një unit. Tha i vetë ka pak gjinin, ka bëkshtu, ka fështu, kur dullin, tha, i thirë me pike e kafe. Tha, bujnë dhe shka shokët e mi, tha, bënë mas më full ti, as mas më full ti. Tha, pse? Tha, vishë nga t'ja dorën, se më pa nis, më full ti, edhe ti, na kem 1 milion senë shka. Për hajku, tha dhe shumë. A ka mundësi mja bo për hajë që tina, 28 në ndojnë edhe mu ma bo, jëm luftetar së ku ju, e dua dhe më shumë, edhe besoj. Për hajku, hajde. Jo, ma ndero me nga botin e vës. Une, që këta ligi jam, ando ju dhe dhe zorit, bravo, zata. dhe mësë ma gjoni, shumë ju du, shumë. Oj, I love you. Këta dhe, apo që unë vite? E bja dorën dhe jam, I love you. Bravo, bravo. Respekt shumë. Respekt shumë. Qështu që shqip një një lovët, pi morë mi sharë qiftelijet, ha? Hujës të dimero qiftelijes. Po, di. Ha, a ki qiftelijet? Po që e vërë, ja thuish? Ja, s'kom lidhe. Respekt shumë. S'kom Po që lidhe. ishbe? Hajde. Po, vetëm po ulimi pak. Po, ulimi pak. Ulimi pa problem. Këtë që e tha, do me thonë edhe... Jena për lëpë më shumë. Po, Emnat që të... unë veç kësha pas të shqitë dhe një mesazh. Pjetër shohë. Mesazhi jam është kë, që e tha dhe luftetari, edhe unë kam shumë respekt madh, po duhet në morë një mësim nga të hidhur nga e kaluara, edhe mos na vjen keq nga njerë duhet edhe defektet me studiu në atë popullit tonë, jo veç mu krenu. Kum thonë është të merë me pa statistikat, so pak kanë marrë pjesë gjatë luftës. Neve mundet mu na kanos rreziku prap, duhet mu mobilizu. Rinia duhet dhe më thonë me kry shërbimin ushtarak, me konë të kalitur që nesë me mbum në arot dikush, me pas to. Kushte kanë marrë pak statistika? Si pas statistikave, sa jemi shqiptarë, prej 11.000 dhe 14.000 kanë qenë lu veç, që është një statistikë shumë e ullët për me dëshmu që e këna dosh vendin tonë, do më dhe jemi frigu, a kupton. E tash, pejgamberi a.s. kur e ka përmen kush është komenti ose definicioni muslimon, ka thonë është, muslimon është ai cili, ko i shiju, fqiju, është i ruajtur prej gjuhës ti dhe dorës ti. Do më thonë, muslimon nuk gëzën as me redikon, as me dëmtu, as me vjet, as me fi. Edhe pi dorës, edhe pi gjuhët. Pse? A është një gjëzua? Po. Qëtu dy sane sot ka ndodhë, po ndodhin sot, që shqiptarë mes vetën po flasin. Pse? Ja ka thonë i fjallë vlovë, nuk flasin. Aja krismi qiftelisë. Une po kam dëshirë, do më thonë një kongë vogël. Se hoxha kur fol për luft, nuk e përmen Skënderbeu, Gjergj Kastriut. Po, leve se e përmeni... Une, kur im konë... Muhameti ditë është, ka qenë udhëheq shpirtëror, ka qenë udhëheq luftar, edhe ka qenë kryeministër. Ka qenë lider, ka qenë profetit e gori Allah. Atilona, se son të është festa, më së të mund. Edhe kur tha për luft që ta është, asë që e ku Ademi Ashore, asë Gjergj Kastriut. Mështë të përzim sen. Po, edhe nuk e përmendi, edhe nuk e përmendi, s'kena për viti, ju të regojnë në të audientës, gjdo musafir që vjen nga vendi ku konsum këm studiu, së da më thonë, unë e luqat ambasador pa pages, e qojnë në prekaz, ku ju në vro atje familja Sharaj, ajo është modeli maj mirë mi të regu që ka bu Serbia. Bravo. Edhe se nuk e përmeni kursën s'kena për uzit, hajde ush. Tani mojna unë e Musa, cëllën kongë për knujmë? Kongë unë nuk nëjnë veç e bi. Pa hajde, ti bere unë e Musa knujmë. E dine edhe me knujmë. Pa po edhe me knujmë? Bravo, hajde për shumë kongë. Ja, që shumë mira.
më grëmë mus. Akoma vise me posë ujë. Ti shkon edhe një pret krimi, no? Që këna kënu një se trimi për kërbet, a e kënu një tjetër së? A e kënu një kom tjetër? Cilën? Bashkimi kombëtar. Hajde. A këna këndu? Po e këna këndu për s'kolit, hajde. Veç pak, a më kush për këna? Për kënu në bashkë. Te të në namaste, hajde, familjarisht. A më qërë? I patëm shahirat, po të të për verët. Se në fund e këna një surprizë interesant, hajde. Bashkimi kombëtar është të drejtë për ne, ku do jem shqiptaro, e jetojmë bive. Grihuni në kando, popli me miliona, se ne do të vendosim veç për të jetona. Apo kënojmë Gjon? Jo më goja. Apo krymë, cëllën këmë për krymë, hajde. Kong tjera cilat keni, se Cëllën kong tjetër. Por hajde cëllën e deti i bunë se aty të shumë kong. Cilat përmenan ty që ato këne. Po një ku marru tekstet. Për këtë emision nuk mund më nxerr kvalitet. Po. Kursi nashta e ki edhe në e kontinë. Po e kam surprizë, po ja, po duhen me Unë çka po çep sot se tash ti e ki rolin tënd moderatorit të emisionit. Mjafton që mi ngjall ndjenjat kombëtare, mi largu këtë popull pak. A din sa është marrë mend se gjithë ky popull me kliku Big Brother, kur njerëzit sot janë pa rrymë, pa ujë, trafikur ban pa rruga, rrugë pa rruga pa ta, edhe domethënë si jemi kërka hiç, as me thej as me këmbë. Unë po them tash, unë i bikso qiftelis se boba jam ka qenë adhetar, ai kur më ka qunë me dres, unë ka thonë që birja mos ma mërë ftyren. Edhe kur sonë me këqyr notat. Kum po si miro qiftelis, ma ka pagu kursin pin 95-ës e kum kry. Unë po kam dëshirë që mesazha me qenë, na me qenë bashkum. Lëvizat e qanit nuk janë rrezik për neve. As muslimon nuk janë rrezik për lëvizjet e qanit. Na duhet paraqitemi para gjithëve që jemi vëllezër, edhe në këmbë, edhe në flamur, edhe në gjuhë, edhe në gjak. Qysh mund ta zhvillojmë këtë popull? Ka të tjerë që thirrën që çiftelia është haram, ki haram, e kuptoj edhe ato që janë disa persona që kanë shtyr dhe në bë sebeb që me u irritu një numër i madh i shqiptarëve, po prapë nëse ata kanë hyrë fen katolike, Zoti ka thonë Kur'an, ti fen juve na fen ton. A mund punojnë prapë për vendin ton. Ai ftym një grup vin direkt prej Stokit. Jeni mi jemi bashkë me Defa i ftojnë. Në një sonte për festën e 28 nëntorit janë edhe grupi Selman Kadria nga Stoku bashkë me Blinin e vogël. Faleminderit shumë që keni ardhur. Blerë. Faleminderit mirë se u gjetëm, sa drejt, faleminderit për ftesën. Që kjo është ai Blini i vogël që i petrit Kosovën, a? Po që kjo Blini i vogël, djali jam i vogël, më i vogël me radhë. Se i kam edhe 1-2 tjerë. Blerë, çka kemi thonë të shkapja, u rënë 28 nëntorit njerëzve, sonte? Ka kamera, mos të burë që kamerë. Thuj urime 28 nëntorit. 28 nëntori sholla pret në mirë, ton bashkë. Bravo, bravo të gjithë, bravo. S'kena për juve, Blerë. Faleminderit për juve shumë që keni ardhur. Po, masi edhe foli djali sa drejt. Po flasu në mës djali se në herë kanë thonë, njerë kanë pullë mëlejtë të në shri kvarë dhe herë të vogli. E sonte të voglit e kena thonë se kjo është albëria jonë, e kena hapësirë, e kena qitë kryet vendin. Une e përcjella dhe pak debate se tamon kur erdha me këta kolegti përcjella këta parafuqit për para, e falenderoj shumë. I të ndojnë e asaj pjesë dhe qonit onë stuna njëna si është edhe hujgjën që i kemë përzën këtu. Faleminderit. Edhe mos as më lipo, s'na për isti kush. Luftëtojnë e njoftën të ushtrisë tirimtare të Kosovës, që kemi respekt shumë për ta. Du me shfrytëzu rastin gjithë shqiptarëve, kado që janë, që arroj pjesën e nënturit, prej Skënderbeu, e në dëmja shajnë e në ushtarin më i bugli si u konë, se dhaj më i bugli si u konë. është më i madhe për neve. Më i madhe për neve. Urime shqiptare, urime dhe juve. Faleminderit shumë s'kena për juve, bravo, faleminderit shumë.
Mere të gjeni.
ty pas asaj atmosfere të mrekullueshme që krijuan grupi Selman Kadria bashkë me Blerim Hysena edhe Blinin e vogël. Faleminderit shumë Blen që ka orsonte edhe që kënduve bashkë për mua. Pse veç për mua, për musën jo, a kina e kam për musën ajo? Ja, unë atë qysh, mu shtem që aty. O që aty edhe ti? Po. I ki për musën, a? Ta është fond kena me përfëndu me kongë musës. Faleminderit shumë qertë, basaj më verë. Faleminderit shumë. Ti apet po më harron, Bacigjan, fal. Mos faleminderit shumë. Faleminderit. Po që respektu, faleminderit shumë. Po besoj veç mesazhin e dham për fund, s'kem nevojë me fol më. Unifikim, bashkim, a është ashtu? S'ka fe ndërmjet shqiptarëve, shqiptarët janë një dhe kry mohabet. Fe është shurtë e shpirtënore, njerëz mund. Ka fe, po, domethënë jemi bashkë. Personale. Po është diçka individuale, personale. A numër ne është kombit. Po, ajo. Çfarë do thotë edhe Uxha për se? Shtyra. A pajtohesh është po? Kombi është i shajt. Faleminderit shumë. Për fund ja lëmë me mbyll, Blini se pas kanë këngë për musën. Ane. S'kena për juve, hajde. Ja ne pas për mua, mëse çogat. Një strop. S'ke nevojë. Se shkurt është edhe me trup. A dish s'kam. Nuk kom pa me pagu, kështu ma mi e shkurt le. Le e shkurt. 15 euro një më pas.